Një tjetër mesazh, atë të ri për të rritje, se zgjedhje në kryetarësh të rinj, përfshirje të rinjve dhe të diasporës, një sekretariat po ashtu i ri për të rritje ka qenë e gjithë epitoma. Mantra, kjo është mantra dhe do të flasim me mentorin për mantrën. Mentor Kikia është me ne në këtë mëngjes. Përshëndetje Kikia. Mirëmëngjes, mirë se vini. Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë. Tani duket se partitë ndoshta edhe për shkak të asaj që ka ndodhur në shesh, por edhe për shkak të nevojave të veta të brendshme, duket se po kalojnë një proces ndryshimesh, sigurisht jo pa dhimbje këto momente. Në vlerësimin tuaj, zoti Kikia, çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? A është kjo një vazhdimsi që e mbyll partinë apo i jep përgjigje kërkesës për hapje dhe ndryshim? Në fakt, kërkesat për hapje, ndryshim, demokratizim nuk kanë mburuar nga protesta, por kanë qenë nevoja të përhershme, pasi demokracia e brendshme e një partie politike është garanci për prodhimin e një pushteti demokratik, për këtë parti të jetë në pushtet. Pasi një parti jo demokratike, një parti autoritariste, nuk mund të prodhojë kurrë një pushtet demokratik, në të njëjtën mënyrë që një leadership drejton apo udhëheq partinë, në të njëjtën mënyrë do të drejtojë dhe udhëheq edhe pushtetin nesër për të marrë pushtetin. Dhe kjo është dëshmuar tashmë në mënyrë agresive, le të themi, jo thjesht për nga faktet, por edhe për nga mënyra e menaxhimit të pushtetit. Ndaj demokracia brendshme e partive politike është çelësi i demokracisë në tërësi, në shoqëri dhe në mënyrën e funksionimit të institucioneve të shtetit. Pra ju nuk jeni të ata që e shohin si një çështje të brendshme dhe të rëndom që s'ka lidhje me publikun e gjerë? Në mënyrë absolute jo. Një parti politike, nëse do ishte thjesht një shoqat, mund të ishte e lirë në thojza të bënte ç'të donte me veten. Por një parti politike, edhe më e vogla, mund të përfaqësohet në parlament me një deputet, është pronë publike, pavarësisht nëse ka apo jo qasje publiku në të. Ndaj edhe interesimi për mënyrën se si funksionon një parti përbën interes publik, sepse kjo parti në mënyrën se si drejtohet sot do drejtojë pushtetin nesër. Për këtë arsye edhe vëmendja ndaj zhvillimeve në Partinë Demokratike, e cila është në opozitë dhe nuk është praktikisht përgjegjëse as për mirë dhe as për keq qeverisjen e vendit, por te kontributit që ka në ligjvënien në parlament, qytetarët janë në mënyrë absolute të interesuar se si po zhvillohet apo si po zhvillohen ngjarjet në një parti politike, siç në këtë rast është Partia Demokratike. E bëre këtë hyrje pak gjatë për përgjigjen ndaj pyetjes tuaj pikërisht për të dëshmuar rëndësinë që ka demokracia brenda një partie politike, sepse ashtu siç transfuzohet leadershipi dhe njerëzit në një parti politike, ashtu nesër do transfuzohen funksionarët publik, të cilët nuk do duhet të ikin përmes tragjizmave kombëtar nga pushteti për shkak të kësaj manie. Tani, lidhur me zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike, padyshim që janë absolutisht pozitive, pasi lidhen me ndryshime rrënjësore në të gjithë strukturat e kësaj partie, me rinovimin dhe mbi të gjitha, jo thjesht rinovim për shkak të ndrimit e emrave, por mua më pëlqen tërheqja apo hapja rrugë për të rinjt. Megjithatë këtu pastaj, duke qenë se jam tip Grinda vetë dhe nuk do të bëj vërejtje, mendoj që përfshirja të rinjve nuk duhet bërë për kozmetik. Hajde të fusim të rinj ca çona goca të cilët të duken ta tregojnë partinë të re. Të rinjt nuk do duhet të tërhiqen nga leadershipi, por të rinjt që përfshihen, dhe këtu e kam në parim, që përfshihen në politikë, do duhet të ngjisin ato shkallë të karrierës 1 nga 1, të ngjisin 3, të rrëzohen 2, pastaj të ngjisin prapë 1. Dhe gjatë kësaj përpjekjeje për të ngjitur shkallat e karrierës, ata perfeksionohen, ata rriten politikisht, piqen politikisht dhe bëhen kandidaturë për leadership. I kemi parë për fat keq në të dyja kahet, edhe në Partinë Socialiste edhe në Partinë Demokratike, ku të rinjt tërhiqen nga leadershipi
nga hiqi politik pa patur kontribute, nuk po paragjykoj këtu që janë pa aftë intelektualisht, por politika është tjetër gjë, politika nuk është diplom, nuk ka diplom që të bën politikan. Politikan të mirë të bën përpjekja, të bën egoja, të bën ambicia për karrierë. Dhe në këto kushte, duhet detyra e leadershipit është vetëm të krijojë humusin dhe lagështinë e nevojshme për të rritur këto fidan. Për çfarë ka ndodhur deri tani në politikën shqiptare? Leadershipi është sjellë si ajo pema që bën hije nën të dhe nuk le të rritet asgjë e re. Krizë e madhe sot në politikë është kriza leadershipit, sepse simptosë dhe në PD mendojnë që ja iku Rama dhe Berisha, po kush do t'i zëvendësoj? Sepse praktikisht